për ndikume, nuk po ime që me spjegu qka, se nuk besoj që ka dikush që nuk e din, atëherë situata në cilën është gjendë Kosova, Kurti edhe Bashkia Ndërkombëtare në vija të trasha në mënyrën më të qartë të mundshme ka qenë kjo. Dëgjo, zoti kryeministër, nëse plas një konflikt, duhem me i pru ushtarët tonë me vdek këtu. Zgjidhja numër 1. Ose mos me i pru me ju lënë vetëm e mi hongër ju. Nuk përdojmë mi bo as njenën, as tjetrën. Nuk përdojmë as me ju lënë vetëm, as me na vdek ushtarët. Pik. Por mos me ndodh as njena, as tjetra. Duhesh me pas kujdes se jemi në kohën cilat nuk mundesh ti me i qëru hesapet tu fsheh prapa fuqisë jonë. Mos i qëro hesapet që tash. Nuk di qysh me spjegu ma qartë këtë punë. Edhe një herë për publikun, jo për juve. Me bo me sulmu Serbia, Kosovën, duhen me luftu ushtarët e NATO-s. Kush do me nën ndryshe. Ose nuk ja do të mirën Kosovës, është skajshëm naiv. Ata nuk kanë dasht me bo një luft. Shumë thjesht. Nëse e kishin bot kundërtën, na e dim që shkish përfundu një luft 1-1 mes Kosovës edhe Serbisë, në veri. Për me i shmang të dyja, e kanë lut Kurtin me pas kujdes me veprimet në veri. Ka thjesht është. Kurti i ka testu limitet e nervave të aleatëve të NATO-s edhe e kanë thonë troq. Është të na i testu limitet e nervave. Se nuk ka kur gjotë fshet, ja kemi tregu. Tash, pse e ka bo një gjotë t'il? Bindja ekziston në përëndim që pjesën dërmuese të veprimeve i ka pas elektorale. Absolutisht. Edhe kjo i ka shqetësu tash edhe ma tepër, se nëse i teston limitet e nervave të partnerve, edhe i bjen deri në pikën sa me rreziku procese tepër serioze, se ty po të vyjnë edhe do vota, atyre nuk na kuptojnë hiç. Edhe sanksionet, ndërpremja dialogu strategjik, janë pasojë e kësaj që e spjegova unë, nuk ka kur farë fshetësie tjetër aty. Qartë. Ndjojmë tutje, po. Vizë një fjali. Po. Tashti, a i vunë pasojat populli i Kosovës? Pa tjetër që i vunë pasojat. Pa tjetër që i vunë, se nuk ka sanksione në cilat populli nuk i vunë pasojat. Po ju tregova troq edhe një herë, po du me përsërit, as nuk po e dojmë as njenën, as tjetrën. As nuk po dojmë ju lënë vetëm, as nuk po dojmë ushtarë tonë me hinë luftë mu vra me Rusinë në Kosovë. Nuk dojmë vatër të rejtë luftës. Mos e bon 1, 2, 3, 4, minelt. Ka mënyra cilat mujnë me provoku situatat krizës, e ka mënyra cilat i një kriminal pa provoku situatat të krizës serioze. Kjo është krejt që ka ndodhë në veri, edhe kjo është për që i kemi sankcionet, se Kurti i ka dasht edhe do vota, se ka dasht me i thonë popullit Kosovës